Banorët e Tragjasit po përballen me të njëjtën skem që ka shkatruar qindra komunitete në Shqipëri. Oligarkët që vjedhin pasuritë natyrore, qeveria u firmos kontratat në tavolinë, e ndërsa policia përdoret si mercenare për të shtypur ata që guxojnë të mbrojnë të drejtat e tyre. Sa herë që denoncohet një aferë korruptive, një grabitje pasurive publike apo një projekt që shkatron natyrën dhe zhvat qytetarët, menjëherë ngrihet një kor servilësh për të relativizuar e për të bërë sikur s'ka ndodhur asgjë, ose në rastin më të keq për të justifikuar oligarkët. Kur denoncojmë se Samir Mane po merr rrugën e Tragjasit, qohen demokratët dhe na thonë, pse e keni personale me të? Kur themi se Kastrati po merr rrugët, portet, vjen ndonjë socialist dhe thot, ai po ha vende të reja pune. Kur themi se oligarkët po pastrojnë paratë e pista me ndërtimin e kullave në Tiranë, partizat e reja na akuzojnë se po sulmojnë biznesin privat. Në realitet, të gjitha palët politike janë të kapura nga e njëjta oligarki, e cila ju financon fushatat, udhëtimet, takimet dhe mbështetjen mediatike. Ato janë marioneta të pushtetit ekonomik, të gatshme për të mbyllur syt përballë grabitjes së Shqipërisë, për aq kohë sa marrin pjesën e tyre të përfitimeve. Lëvizja Bashkë është vetëm alternativë serioze e cila do t'i jap fund këtij modeli të kalbur ekonomik e politik, e t'i rikthejë demokracinë qytetarëve, e jo për qenë shërbëtorja radhës e oligarkisë. Unë jam Loreta Koleci, aktiviste e Lëvizjes Bashkë. Kjo është video radhës nga Kontradikta dhe na ndiqni, këtu do shikoni gjëra që nuk i shihni dot në televizor.